نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا O Allahu I gjithë pushtetshëm, O Allahu I gjithë dijshëm, O Allahu I gjithë mëshirshëm, O Allahu I gjithë mundshëm, O Ti I cili fuqia jote nuk nje kufi, rahmeti yt nuk nje kufi, forcana me iman ja Rabbel Alemin. O I madhi Zot që të lutem këtë ditë bekume, këtë popull, këtë umet pejgamberit tën alayhi salam, që jeton që sa shekujnë këto troje, duke këndu ezanin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhul Jalal të jep jetë gjatësi deri në ditën e lahtaris. O Allah, ki mundësi, prandaj të lutemi mi udhëzo miletin, gjematin, popullin, bija dhe bijt e këti vendi, mas leja ky popull me përfundu në humneri ja Rabbel Alemin. Mas leja ky popull me përfundu në degadencë, mas leja ky popull me hupu dhe në mshiren tëne ja Rabbel Alemin. Të lutemi në këtë ditë madhnume, në këtë ditë vequme, këtë ditë privilegjuar, dita gjuma, me krejt lutjet e pejgamberve tu, me krejt thirrjet e pejgamberve tu, që Allahu I madh ti ja Rabbi udhën e siratit neve me na letësu. Ja Rabbi, qysh I mundsove pejgamberit alayhis salam, që me thirrjet e ti natën dhe ditën, me brengosjet e ti, me dertet e ti, me preokupimet e ti, ja Rabbel Alemin, kur një heraj nuk ndal. Edhe pse armisht e ty thurnin kur tha, thurni dhe planifikanin kur tha, por arriti dashurit, o Allah I madhnu Muhammed Mustafaja, që armikun të bëj mik me iman dhe besim. Arriti të dashurit e mi, që njerëzit armitsum ti mitësoj, që njerëzit e trazuar ti qëtësoj, edhe suneti dhe veprimtarieti, do të duhe edhe neve me në frimzu, se si ne do të kemi mundësi që gjitha kurthat dhe planet e atyre njerëzve të degeneruar, Allahu dhul Gjelal ti qëfur dhe Allahu dhul Gjelal të nëndimaj kundre I tyre. Kjo ka mundësi kur ne jemi të dashurit e mi të urdh, të mengjur dhe të but dhe të montur, se kështu Zoti të dërguarin e ka lavdru. Që I ka thonë? Ka thonë, walau kunte fadhan ghalidhal qalbi lem fadhu min hawlike, që do të gjuhën shqipe, por ti si kur ti ishe o pejgamber I vrajshd, si kur ti kishe mallku ata, si kur ti kishe përzon ata, si kur ti nënqmaja ata, si kur ti shaja ata, nuk I kishe posër atë veti, por ti I mërë me të mirë, ploncin mbi kokë ta kanë gjujt, por ti u lute për ta, por ata ty të kanë përzon, e me laqja Allahut ka ardh, e të ka thonë selam Zotit ka prun, lutë Zotin këto dy shkembe I përmbi këtë popull me I përmbys, por ti nuk ke pa vetëm të ta, por ti ke këqyrë në ardhmerin e tyne. Unë nuk pasha se në veç në gjaminë e Shqipolit është mush gjamia, por unë pasha se në brenda një kohë këtu, nëmën të Allahut dhul Gjelal
rrugë të Shqipolit kanë më mbush me xhamatli, por kjo rrihet me mençuri, me dituri, me devotshmëri, me guxim e maturi. Kështu duhet vllazni, shkojmë përpara duke i ftuar njerëzit, karavanin e të jetë, qenë shumë është normale me ne, o shumë normale është mutur, po na nuk kemi ko, munanë nëse cilin qenë me ka një gur me gju, por vllazni duhet Allahun me thirë dhe ndihmën e ti me kërku, dhe mi i thonë të tjerve, e jani, byron, nuk keni rrugdalje tjetër, nuk keni shteg tjetër, e jani behuni pranor të xhenetit, e jani fiton e rahmetin e Zotit, e jani bashkangjitën me ne, nuk kemi rrugdalje tjetër se nota e vorrit juve për ju pret dita kiametit, e jani burra, se kështu dëshmort kanë dhënë jetën e tyre, që na tjetojmë me shahadet dhe me liri dhe të kënaqur dhe të mburur për identitetin tonë, të cilin e përfatsojmë, por inshallah mënyrë të dinjitoze e përfatsojmë. E kjo ka mundësi me ndodhë, kur ne vllazë nuk shikojmë vesh të moja hundës, por të shikojmë për të vizionit, të kemi një vizion më të madh, të kemi një sinceritet më të madh, të kemi një rahmet më të madh, të kemi një dashni më të madhe. Na vllazni ti trajtojmë ata që janë larg udhës Zotit, të shkret, ti trajtojmë ata të varfën. Wallahi në të dvorëfën e pëse kanë palate. Wallahi dvorëfën janë. Ti trajtojmë ata që janë të ligjë. Ti trajtojmë ata vllazni që janë të gjërë. Ti trajtojmë ata vllazni që janë depresion. Ata janë stres. Ata janë munim të madhë. Na vllazni duhet më konë më të ngritun se ta. Na duhet me udhon dorën, me pështu prej alivanosjes. Sa ta janë duka unë bytë. E nëse dikur të vjen mërzi me thonë që dora, mos prita që ti jenë në bark, e jenë ani, me thonë ama dorën, sepse ti i sigur, ti nuk fundosesh, fundoset aji cilë është du mytë, e ti, nësa ti i vjen mërzi me thonë a që dora, atër thuj ti që jenë anije, je i sigur që ki me pështu, thuj ama dorën, mos të vjen mërzi, po basabër, e në shqiptarët konkretisht në besimtarët, po menoj me shku në gjennet pas habër. Nuk mundu me shku në gjennet pas habër. E bu Ubejd el-Gjarrahi. Në histori llogaritën njëni prej komandantëve më të suksesshëm të Omerit radiallahu anhu. Në një luft prej luftrave. E kishim pas rrethu kaurat. Kishim pas rrethu persient. Edhe danin me i mbyt të gjithë. Atëre që një letër. Kujt Omerit në Medine, radiallahu ta'ala anhum. I thëtë Omer, fuqia në u ka paksu. Omer, për Zot Zotit, bënë një strategji, shtojmi se jemi në rrezik. Nuk ka më rrezik të madh kur populli është i rrëthum. Ky populli jonë ka harru luftën, se e din që ka jek. Ky populli jonë ka harru ditë më të vështira që i ka pas para 15 vjetë. Të dashurit e mi, veç Zoti na ka pështu prej atyne 4 hyrave të rrezikshme që kemi përjetu të gjithë së bashku. Nuk e dim vllazni se shpesh e thojmë dhe ndëgjojmë, si kur të vazhdojnë të veç edhe pak lufta dhe mos të ndërhynin, të na shpetonin, të na ndihmonin dhe të na nxirrnin prej robënie Serboslavit, do të kishim përfundu dhe do të kishim asgjësu të gjithë. Kjo është shumë e vërtet, por Allahu nuk dashti, Allahu dashti ndryshe. Edhe ja kthen letër Omeri radiallahu anhu. Aja ka zota ishte të rrëthim me vite. Ja kthen një letër, më falni me muaj. Ja kthen një letër dhe thot, dije, komandon tim, se aji cili është përmbi ty, edhe përmbi mu, edhe përmbi kajt ne, miqton dhe armiqton, aja është një, është Allahu. Allahu i sprovan njerëzit, por pasi që të sprovan, pas çdo sprove nuk e lën Zoti me çu vetëm një lehtësim, por Allah e ka bo ligj, pa çdo vështirësi i qenë 2 lehtësime. Zoti kom ju pështu, por pendohuni, kthehuni Allahut, Zoti kom ja u letu. Wallahi vllazën të dashur, të kthyerit ton duhet më kon më i nxitum, duhet më kon më i shpejt, duhet më kon më i mençur, duhet më kon aq energjik dhe i vrullshëm, që mos me la me bo dame ansore.
se damet anësore teshës të bardh i do këtë pika zez pejs larg ti, kurse teshës të zez nuk i do këtë pika e bardh sa do që është larg. Andaj lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu, ja Rabbel Alemin, të në ndihmojnë rrugtimin e ti, të në përkra, të në mbështet, të në ofroj bijat e këti këmbe Allahu t'i udhëzojnë rrugën e ti. Kështu të lutëm Zotin Dhul Gjelal, sa të në nana tona, sa të në bijat tona, sa të në gratë tona, të lutëm Allahun Dhul Gjelal për to. Shpesher ngrisëm zanin kundër tyne, kemi harru të dashurit e mi, sepse prapa tyne qëndrojnë burrat. Nëse ato janë të degeneruara, atër edhe burrat janë të degeneruar. Nëse ato janë të devijuara, atër edhe gjinia kundër është të devijuar. Prandaj të dashurit e mi, çdo gjë që bëhet në shtëpi, pisën e partë fajit e merri Zoti shpis, e ai gjithmonë do të më kom burr, se burri i bën për hajër, e burri zgot dorë, dhe ai vit vetet dhe pytet me lejnë Allahut. Ja Rabbi, udhëzona, e kthjellona, e mundsona, e oftësona, e bashkona, e ndihmona, ki mundsi ja Rabbel Alemin. Prandaj të lutemi dhe të përgjerohemi në vazhdimsi. Kërkoni ndihmën e Allahut dhe përgjerohuni tek Allahu, sepse të arriturat e muslimanve duhet me gëzu të gjithë, dhe ngecjet e muslimanve duhet me hidhru, edhe duhet me shqetësu, edhe duhet me ndi vetën keq, sepse të dashut e mi ne jemi një trup, nëse gishtit dhem kej trupi, është njëjtë si kus me të thimt, edhe koka dhe zamra. Allahu Azza wa Jalla na bashkoft, e na mbroft, ja Rabbi, përmbi ego tona dhe përmbi dreqin ton, se cili njeri e koka një dreq me veti, e shpesh heraj dreqi po na udheq, vend si na ta udheqëm ata. U pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, masi theti çdo njeri e ka një dreq. Atëherë tha dhe ti e njeria, ki edhe ti dreq. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dreqi jam tha është bot teslim. Dietarët i kanë dy shpjegime për këtë fjalë. Ka thonë e para është bot teslim, është bot musliman. E dyta, kuptimi tjetër, komentimi tjetër, sqarimi tjetër, shtjellimi tjetër, thotë dreqi jam është i pa lëviz shumë, nuk mundet ai me ndiku tëne. E disa që e përkrojnë mendimin e dytë, thonë që edhe natë do të duhej me lonë të paralizumë ata. E na do të muhon matë meqëm se dreqi shpesh për na mashtren. Pse se bojna një pyetje na vetit, pse na nuk e mashtrojna dreqin? Pse na nuk e mashtrojna dreqin? Kena mundësi, pse? Zoti ka thonë Kur'an, inne kejde shejtani kana dhaifa. Kurthat e dreqit janë të dobta. A kur i ka përmen kurthat e grave, ka thonë kurthat e grave janë shumë të ashpra dhe shumë të rrezikshme. S'po du me thonë se atë hoxhin kur e pyetën hoxh, muslimani tha ai duhet gruaja. Gruaja është musliman. E pyetën, a është musliman gruaja? Ai hoxha thonte, muslimanit i duhet gruaja. Tha hoxh, tha muslimani, a gruaja është musliman? Tha muslimanit tha i duhet gruaja. Mirë po në thamë se gruaja ndershme është muslimane e fort, edhe pas çdo burrit të ndershëm dhe të sinqert ekziston një grua e madhe dhe e ndershme. Edhe kërkon në Kur'an nuk ka kaptin që e ka qujt Zoti surja e burrave, por e ka qujt kaptina grave, për me abo me dije, o jo breshat e Allahut, s'muni me gjetë jo ekzistencën e juj të krenare dhe të mburur përveç se në mësimet e Kur'anit, ashtu që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kërkoni falje vllazni, falje kërkoni, ama mos kërkoni vetëm me mojën e guhës, por kërkoni me rrojën e zemrës. Zoti na mundsoft ya Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Të dashurit e mi, faleminderit shumë për vëmendje. Zoti din më së miri, ne jemi të interesuar që të ruhemi të gjithë së bashku prej zjarrit të xhenemit, edhe prej çdo kurthe që armiqtë e dinit islam na e çesin përpara, por të mençurit e të i kalojnë ata, edhe nuk lejojnë që muslimanit të bijnë në kurtha dhe prejnë e askujt, sepse
këtë vedi, elhamdulillah, Allahu dhul xhelal na ka dërgu, edhe na do jemi falendërues edhe mirënjohës Allahut subhanahu wa taala. E kemi edhe pak borx pa e pagu, për këtë arsye posteçin edhe sot po e vënojmë, andaj mos ju duket juve shumë e madhe, prandaj mos pritoni me na ndihmu, Petrit nuk priton me dal atje me Haxhi Ramizin ashtu ose me Haxhi Muharremi, po s'ka këtu, Haxhi Ramiz ashtu nuk priton me dal me Petritin. Allah ju shpërbleft ja Rabbi për vëmendje, për të gjitha. Unë jam krenar dhe mburr me juve, edhe jam i bindur me lejnë Allahut se një xhamat mrekullueshëm që e kam unë nuk e ndroj dhe nuk i lak më askujt tjetër, pasha Zotin e madhnum, se vjen radha me shku mushet menja se xhamatin cilin unë e përfatsoj, edhe unë jam me ta, me këtë popull dhe me ju, shpeshherë tham kam mundësi mi bë konkurrencë edhe mëlla sudesit në çoba atje me xhamatin që e ka. Allahu dhul xhelal na boft sinqert këtë dua. Edhe një herë ja kom thon, po s'ka gale shpesh me u thon. Unë juve shumë ju du, edhe të mirën e juve shumë e kam në hatër dhe ndërdije. E inshallah ja Rabbi, Allah ju ruan juve, ju ruan familjet e juja, ju ruan Allah azza wa jall bit dhe bijat e juja. Allah azza wa jall e bot mundër ja Rabbi me halal, ju më ushqy, sepse haramin ndikon që pastaj më ndryshu edhe intuita e insanit. Ka mundësi vllazni, kemi me spjegu sot një javë me lejnë Allahut, qysh ka mundësi ushqimi haram me ndiku tek morali dhe tek ndjenja e vlerave të insanit. Me lejnë Allahut sot një javë do ta sqarojmë këtë pikë duke sjell argumente bindse se si njerëzit e kanë trajtu dietarët edhe shkencëtarët të ndryshëm. Allahu i din më së miri, faleminderit shumë. Bënu gati me fol forzën e xumas, edhe mos harroni se është ditë e madhe salavatit. Dërgoni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe lutuni për muslimanët, lutuni për familjet e juaja, për udhëzimin dhe hidajetin e tyre, për shëndetin e tyre, për të gjithë njerëzit në botë, e sidomos për muslimanët në Siri. Allahu ju i ndihmoft, Allahu ju udhëzoft, Allahu i shpëtoft, Allahu i ndihmoft kundër ka urrit bolshevik, mik të Rusisë dhe aleat Serbisë. Allahu qafën ja u theft, ja Rabbel Alamin. Wa qimus salat.